Po, ndërkohë, për dikë që nuk jeton në Kurbin dhe nuk ka informacion, si mund ta konsideronit performancën e Bashkisë së Kurbinit në raport me ato shërbime minimale që do duhet merrnin qytetarët? Herë në rast parë, unë kam një lishtangun për veti, u habita kur dola të nesërme në qytetin e Laqit, përqafoshin njerëzit më thanë bravo qoftë, se aty është mërti si di gjitha, ka dhe shumë gjëna tjera, po gjithsesi unë ndoshta isha i pari që denoncova këtë krim që kanë bërë ata. Por ju këmbgulët edhe përballë kryetares së Bashkisë, a keni bërë dhe kërkesa me shkrim tani? Prisni një përgjigje institucionale përveç atyre verbale që nuk ju a dha Majlinda Cara? Po tani duhet të reagojnë gjithë kolegët, se me shkrime kena kërku, jena bërë rreth 14 këshilltarë bashkiake, kena kërku me shkrim. Edhe s'na ka dhënë përgjigje fare. Kështu që unë s'do ta kërkoj i vetëm. Gjithë kolegët do ju them edhe ta kërkojmë me shkrim edhe një herë tjetër. Pastaj, po s'na dhënë, kjo do t'jetë çudia më e madhe. Se është bërë problem shumë madh. Kisha një pyetje, zoti Lika, se ka disa pretendime që në disa zona kur e plejsht aty, ndikojnë të qytetarët që të mos protestojnë kundër vendimeve të Bashkisë, duke qenë se këta të fundit janë përzgjedhur edhe nga vetë socialistët. A jeni në dieni, keni fakte, si funksionon sipas jush? Ore, ata vetëm emrin kanë kryeplesh, se kryeplesh nuk janë ata. Sepse janë të zgjedhur të gjithë nga, nuk po tham kryetarja, po edhe grupet tjera që janë aty mrena. Edhe ata nuk funksionojnë fare, nuk u shërbejnë fare qytetarëve. Biles unë pata një takim, për respekt e mora një kryeplak, thash, do të vi atje se janë më ankun banorët, jo tha unë nuk mund vi, këteja ne më qiti pretendime, po mirë thash, po shkoj vetë. Shkova atje, i takova, gjysmën mi kishtë analu kryeplaku, mos me dalë. Për hallet e veta? Po ku ta di unë të shik këto, ndoshta janë edhe punë dyta, ku ta marrë vesh unë, ose thash, ndikojnë shumë sepse ndikojnë shumë pjesa e zgjedhjes, pra përderisa ai nuk është i zgjedhur nga banorët, nuk ka se si ti përfaqësohet ata. Sigurisht, ka si detyrim ndaj atyre. Po jo ti presionoj